Saj, zoti Kurti, ju lutem. Po ashtu qeveria ka ndarë 2 milion euro për mbështetjen e fluturimeve për Mërgatën, dhe kjo nga pjesa opozitare është parë si një tentativë për të ndikuar në kuadër të votës. A ka drejt opozita në këtë rast? Nuk ka drejt përsëri. Pse? Për shkak se kjo mbështetje për fluturimet që bëhen jo vetëm nga Mërgata, se fundja nuk udhëzon veç Mërgata, udhëtojnë edhe turistët, udhëtojnë edhe të tjerët. Është rëndësishme për ekonominë tonë, plot shtetet e tjera janë duke bërë një mbështetje të këtillë në kohën kur është trajtuar çmimi i kerozinës, edhe kur shumë aviokompani po i reduktojnë numrin e fluturimeve. Dhe për t'ju dalur në ndihmë, ne kemi ndarë një fond për 2 milion euro, i cili nuk ka të bëjë me muajin qershor, po deri me 24 tetor, deri në fund tetorit për krejt verën. Mirë, ka këtu nëse mëjmë këtu, se kjo është përkthy, pastaj është qëndruar në temë ky 2 milionë sidomos, se gjithçka ku lidhet me diasporën, zoti Kurti, dhe kur asociojmë tek procesi i zgjedhjeve, si kjo tek 100 euro dhe tek vendimi për subvencionim të ardhjes, e përfshin këtë valën e diskutime për zgjedhje, siç ndodhet me këtë 2 milionë shumë panalna fillimisht. Ka nevojë për më shumë sqarime, besoj, në këtë temë. Debati kryesor është përqendruar thuajse një kompani do të jetë përfituese kryesore nga ky 2 milionë. A është e vërtet kjo? Nëse jo, kush do të jenë përfituesit? Si shkon procedura, nëse mund ta shërojmë këtë pikë, sepse thash edhe një herë, çdo gjë është kthy në diskutim të një blerje të prapë të ardhjes së Mërgatës në Kosovë, pa çka që unë ndaj në mendim tjetër, po do ta them besoj në tjetër për këtë çështje. Vetëm më intereson më shumë detaje për këtë vendim që e keni marrë për 2 milionë. Ne nuk e dim se kush përfiton, po ne e dim që fiton ekonomia e Kosovës kur nuk anulohen fluturimet. Shumë e rëndësishme për biznesin është qarkullimi. Qarkullimi i bizneseve me 5 miliardë në 25 miliardë. Profiti i bizneseve në vitin e kaluar, private, kumulativ, agregat, ka qenë 2.3 miliardë euro. Në